Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe Ton Art Motion, kudo që jeni duke na shikuar këto qaste në Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropë apo Amerikë. Mirë se erdhët në derbin e kryeqytetit Sigal Prishtina Bora, direkt nga palestra e sporteve në Prishtinë, ku me ju sonte jam unë Agon Fehmio. Me derbin e kryeqytetit po e hapin xhirën e 16 të këtij edicioni super të nxehtë. Në vjesht, basketbolli ka qenë atraksioni kryesor sportiv në Kosovë, ndërsa vjeshta e elitës së basketbollit kosovar me të vërtet ka qenë një garë spektakolare me rezultate befasuese, shokuese, senzacionale, dhe ky trend po vazhdon edhe pas vitit të ri dhe pas një dyshim. Prokredit Superliga e basketbollit ton është jashtëzakonisht emocionuese dhe super interesante. Me një fjalë, Prokredit Superliga po shkon flak. Fitoret e skuadrave të pjesë poshtme të tabelës, që tashmë u ngritën në mes të tabelës, do posynojnë të ngritën edhe më lartë, sikur është rasti i Borës, e cila nga vendi i fundit aktualisht është e 4-ta mbi Prishtinën dhe vetëm një fitore larg vendit të tretë. Pastaj Golden Eagle, i cili gjithashtu ishte i fundit, por u ngrit në pozitën 6 me vetëm një fitore më pak se Bora e Prishtina, të cilën ylli në porti së fundmi në duelin e zhvilluar pikërisht në këtë palestër të mërkurën. Fitore e vllaznimin ndaj top skuadrave. Pra gjitha këto na kanë përgatitur një edicion fenomenal të basketbollit kosovar. Shkojmë edhe me prezantimin e skuadrave. Bora, kapiteni Amin Hotsonte, Tyler Cheese 4, 6 Tronuka, 7 Rezart Mehmeti, 8 Yrplana, 9 Gajnë Zeqiri, 10 Alex Hunter, 11 Olsi Kurtaj, 13 Shekuan Jules, 24 Lance Thomas, 35 Halim Lebovci, 37 Jetmir Zeqiri, trajneri kryesor Zoran Karshilani, mendimësit Lori Klokoqin e Laberion Ibrahimin. Në anën tjetër Sigal Prishtina me kapitenin Don Poloshka, me numër 0 Adrio Bailey, 2 DeAndre Burns, me numër 3 i rikthyrit e Prishtina nga vllazimi Joni Ismaili, me numër 5 Altin Morina, 6 Valmir Kakruki, 8 Elijah Clarence, 10 Halil Dukes, 12 Dion Hajosaj, 14 Liri Zeneli, 15 Arber Sinani, 33 Giganti Kelby Kramer, trajneri kryesor Mihajlis Kakiusis, mendimësin e tij Grekun Stratos Vardaksis, dhe tani të ngritemi në këmbë për intonimin e himnit të Kosovës. Pra, çdo gjë është e gatshme për derbin e kryeqytetit, i cili po e hap xhirën e 16 të këtij edicioni super të nxehtë. Pra, vjeshta e thash edhe parës, elitës së basketbollit kosovar ka qenë një garë spektakolare me rezultate befasuese, shekuese e senzacionale. Në këtë edicion të bukur ja po e shihni, edhe Bora është e 4-ta, Prishtina, Sigal Prishtina e 5-ta me numër identik të fitoreve dhe humbjeve. Golden Eagle Ylli i 6-ti me vetëm një fitore më pak në 2 pozitat e fundit, janë vllaznimi e Rahoveci. Rahoveci, i cili Anton unë poshtë pikërisht, fakt të mërkurën fani u poshtë pikërisht nga Bora në intetori, rezultat 79-74. Ja, edhe Sigal Prishtina përbërja e skuadrës.
Sikur se thash, rezultate befasuese, shokuese dhe senzacionale të këtij edicionit bukur, dramatik dhe fantastik basketbollistik, na kanë kthy 20 vjet mrapa dhe po na e rikujtojnë epokën e artë të basketbollit kosovar të pas luftës, nga viti 2002 dhe në vitin 2008, pra periudhë kjo e cila ende sot kësaj dite përmendet si më ndritshme dhe më emocionuesja e basketbollit të pavarur nga edicioni 91-92. Treshja e gjyqtarëve, Gadim Shabani, Erzen Hajani dhe Aron Laja sonte e drejton pra këtë derbi të kryeqytetit. Dyja skuadrat Prishtina, Bora dhe Sigal Prishtina kanë aktualisht pra sukses identik nga 7 fitore 8 humbje, por Bora fal koshavirazhit më të mirë është në tabel më lart se sa Sigal Prishtina. Bora aktualisht pra ka koshavirazhin -14, Sigal Prishtina -76. Aktualisht Bora është pra në tabel më lart se Prishtina dhe kjo sonte është përballje për t'u shkëputur dhe përforcuar në pozitën 4 me 8 fitore 8 humbje, pra kush do ta barazoj suksesin e fitoreve dhe humbjeve në 50-50 mbetet të shihet. Aktualisht Bora është në formë shumë të mirë se Prishtina, e cila gjatë javës që shkoi psoi 2 disfata të rënda. Ja po e shohim Mariana Zemin, prej lojtarëve kryesor të skuadrës së Prishtinës, me mesatare prej 12/6 pikëve, 4/2 asistimeve dhe 3/7 kërcimeve, 1/8 topa të vjedhur dhe mungesa e tij është e madhe. Pra, po them, aktualisht Bora është në formë shumë të mirë se Prishtina, e cila gjatë javës që shkoi pësoi 2 disfata të rënda, fillimisht u deklasua në Mitrovic nga Trepça, e më pas pësoi edhe nga Ylli në këtë ambient, duke e thelluar edhe më shumë krizën e rezultateve. Këtë krizë sonte do të tentoj ta shfrytëzoj Bora kundër rivalit lokal, skuadrës më të trofeshme gjitha kohën në vendin tonë Sigal Prishtinës, e cila ngjashëm sikurse në vjesht, pra para përballjes me Borën, kishte psu disfat nga Ylli në debutimin asokoje të Jeronimo Sharinit, i cili nga vllazënimi kishte kaluar te Suarekasit, që paraprakisht shkarkuan Takjanosin, mirë po as Sharini nuk mbjetoi gjatë dhe Yllin tash me sukses përsëri për udhëheq Endrit Elshani, i cili e mposhti Prishtinën e udhëhequr nga Mihajlis Kakjuzit. Duhet theksuar se këto dy skuadra tashmë janë takuar 2 herë në vjesht, duke fituar secila nga një duel. Prishtina me 20 tetor me rezultat 94-81, që ishte fitoria e 5 rresht në poaqë ndeshje të zhvilluara deri atëherë midis këtyre dy skuadrave. Mirë po në përballjen e fundit, e cila u zhvillua me 6 dhjetor në minatori, pasi të dyja palestrat në Prishtinë kishin qenë të zëna, Bora ia bëri sefte kundër Prishtinës, duke shënuar fitoren e parë dhe historike me rezultat 88-78. Në atë fitore, Bora ka qenë shumë e organizuar në sulm, duke dominuar absolutisht në asistime, pasi realizoi plot 21, ndërsa Prishtinasit vetëm 9. Gjithashtu ka dominu në kërcime në sulm dhe në rastet e dyta të shënuara pas kërcimeve, duke shënuar kështu fitoren e parë në përballjet direkte me rivalin lokal në histori, alja nga ishujt e virgjër amerikane Shaquan Jules, kishte shkëlqyer për Borën me 24 pikë e 5 kërcime, ndërsa playmakeri amerikan Alex Hunter kishte shtuar 19 pikë e 5 asistime të Sigal Prishtina. Në ndeshjen e fundit u dalluan DeAndre Burns me 32 pikë dhe Adrio Bailey me 22. Pra pesët startuese sonte për Sigal Prishtinën, DeAndre Burns, Jon Ismaili, Elijah Clarence, Hajosaj dhe Kramer. E në anën tjetër te Bora, i rikthyeri pas lëndimit tashmë Rez Mehmeti, Rezart Mehmeti, Alex Hunter, Shaquan Jules, Lance Thomas dhe Amin Hoti, cili sonte është kapiten në mungesë të lojtarit më të mirë të skuadrës Adem Mekiqit, ja dhe peshe startuese Burns, Ismaili
Clarence Hajosaj dhe Kramer. Për Prishtinën, Mehmedi, Hunter, Jules, Thomas dhe Hot. Për Borën, çdo gjë është e gatshme për fillimin e derbit të kryeqytetit, në të cilin pra do të vendosin detajet e vogla sonte. Sigal Prishtina sigurisht se do të synon të kontrolloj ritmin e ndeshjes dhe të luaj më shumë loj pozicionale në gjysmëfushë, të ndërtohet sulmi duke qarkulluar topin dhe krijore përsi në izolim ose në low post, ku Prishtinasit kërkojnë që të shfrytëzojnë përparësinë e tyre fizike. Pra, pikat kryesore në taktikën e Sigal Prishtinës janë që të stabilizojnë organizimin e lojës. Me të vërtet, Sigali ka vuajtur nga paqëndrueshmëria në pozicion e organizimit, në pozicion e playmakerit. Pra, kanë humbur shumë topa dhe nëse arrin që të kontrollojnë humbjen e topave, të menaxhojnë posedimin, atëherë rrisin gjasat për fitore. E në anën tjetër, pra, Bora karakterizohet me arritëm të lartë, ndeshje lojë tranzicionale dhe vendimmarrje të shpejta në sulm, sidomos me 3 pikja. Topi i parë shkon për Prishtinasit. Clarence Burns për Kramerin. Atje me njëherë pranë tij është Thomas. Pressing dhe vjedhet ky top. Amin Hoti për mrekulli. Amin Hoti asiston dhe pikët e para Lance Thomas i realizon. Joni Ismaili i rikthyer nga vllazënimi. Rez Mehmeti, bukur atje Joni Ismaili përgjigjet me asistim në asistimin e Hotit. Dhe në anën tjetër edhe Kelby Kramer e ngulit për barazuar rezultatin në 2-2. Clarence dhe Hot, reprezentuesi dikuri suedis, përballë Amin Hotit, edhe 8 sekonda. Mbrojtje e fuqishme atje. Clarence ja dëbon topin nga prapa, edhe 6 sekonda për sulmin e Borës. Zoran Kashqellani edhe Mihajlis Kakiusis po përballën për herë të parë si vjet. Tentim atje në 100-at e fundit i pasakt Hunter. Mirë po luft e vjedh këtë top dhe rikthen sulmin për Borën Hunter. Ismaili është pranë Hotit. Janë ndeshur edhe edicionin e kaluar. Amin Hot me përvojën e tij. Bukur atje. Kërcen dy të gjithë Lance Thomas, 209 cm i gjatë, 4 cm më i shkurt se sa Kramer, 213 cm shi Vigani Prishtinas. Nuk arrin ta kontrollon topin. Rezart Mehmeti ja vjedh topin si me magnet atje Clarence. Dhe personale e Rezart Mehmetit. E vjedh këtë top në anën tjetër. E godet në dorë Mehmedi Clarencin dhe ndërshkohet me personalin e parë. Fauli Rezart Mehmetit shumë shpejt në mënyrë eksprese shkakton 2 personale Rezart Mehmeti. Burns përballë ka Hunterin. Clarence me Hotin, i vetmuar Erdian Hajosaj, i cili e ka dorën e but nga ajo situatë. Mirë po, pati kontakt atje. U ankua Dioni. Lojtari me numër 3 Joni Ismaili ka shkaktuar faul. E pranon Joni. Rezultati barabart në këto 2 minutat e para, 2-2, krejt në shente numëri 2.
Hunter. Përcillet në hap nga Ismaili. Mbrojtje njeri tani, i bën presion Ismaili Hunterit, i cili depërton e kthen topin në kënd atje për treshën e Tomasit. Mirë, po nuk ka kërcim në mbrojtje. Rez Mehmeti me kërcim në sulm, blokada atje Tomasit. Në fakt më fani Gjullësit, jo Tomasit. Backline mbrojtje. Tentim për 3 pik Dionit nga ana tjetër. Luan i fundit me top Kramer. 2 tentimet e Hajosajt për 3 pik. Nuk e gjen cakun. Rez Mehmeti largohet pas 2 personaleve në loj për herë të parë. Ron Ukaj. Roni ka një mesatare për 19 minutave. Për këte kohë realizon 5 pike 6 këcime. Dëshiron që të kontrollon kërcimin trajneri Kashqelan me inkuadrimin e Ronit. E kthen topin jashtë, u friguan nga blokada e Kramerit atje Jules. Tentimi Ronit për 3 piki pa suksesshëm. Burns blokohet atje. Kelby Kramer e dëbon topin, i cili e prek Hotin dhe del jashtë 15 sekonda për këtë sulm të Sigal Prishtinës. Ukaj është pranë Ismailit. Clarence. Sonte po duket një sulm më mirë i organizuar i Sigal Prishtinës në fillim. Dalet në mënyrë të palejuar. Lojtari me numër 6. Ron Ukaj e ndal me faul Ismailin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira në rikthimin e tij. Ismaili pati 1-2 pikë të realizuar kundër Yllit. Asnjëherë nuk ishte tentuar nga vija e gjuajtjeve të lira. Në tentimin e parë është i pasakt. E vllazimi kishte një efikasitet prej 65%. Herën e dytë realizon dhe vetëm 5 pikë të realizuara në total në këto 3 minuta e gjysmë të para, rezultati 3-2. Bukur atje, depërton, ufa, çfarë blokade e Kramerit. Kashqelan kërkon atje që pikët të pranohen. Në anën tjetër, një tentim i dështuar për alley hoop nga Krameri. Jules për Amin Hotin, i cili kërkon që të zbrazet ajo anë. Hunter nuk e kupton, shkon deri në fund në Amin Hot për mrekulli, depërton, realizon dhe e rikthen e përsin për Borën. 3-4, kosh faul. Edhe njëherë Amin Hoti pranë 2 qendrave, alo qendrës Dion Hajosajt dhe Kramerit. Është kjo blokada pak më herët e Kramerit, çdo gjë ishte në rregull. Ndërsa Hot realizon edhe gjuajtjen e lirë për 3-5. 4 minuta kaluan. E përsi e lehtë e Borës. Burns. Mbrojtje e mirë Amin Hotit, i cili ndërpren atje korridorin e depërtimit ka vija fundore. Ismaili organizon sulmin. Burns kërkon atje që Clarence ende nuk po i kupton aksion. Nuk po i kupton mirë aksionet Elijah Clarence. Kelby Krameri po mundet me funksionu vetëm me Don Poloshkën. Natyrisht duhet inteligjencë për me ditë me e shfrytzu lojën e Kelby Kramerit dhe me nxjerr maksimumin. E këthe më së miri e bën Don Poloshka. Ja, edhe njëherë nga prapa Elijah Clarence, po rrezikon faullat. Por 2 herë arriti që ta dëbon topin. 3-5. Ja, Valdez Fahia. Legjenda basketbollit kosovar. Tentimi Tomasit,
me rolling dhe Horog për 3-7 e përsia më e lartë deri tash prej 4 pikëve. Kramer me pick and roll. Kërkojnë atje topin për Borën. Tenton Clarence për 3 pikë nga një pozit. Ufa, Burns, blokat fenomenale e ti, e shpëton kundër sulmi shpejt, por ja pasuan topin prapa shpinës. Edhe njëherë Burns, blokad e ti, e kap këtë top, e blokon për mrekulli atje Hunterin, Hotin, fali. Pason në kundër sulm mirë, po nuk e pa pasimin e ti prapa shpinës. Nuk rapoj ashtu si duhet Kelby Kramer. Duhet me ditë, thash edhe parës, me ja pasu dhe si me ja pasu Kramerit, dërsa deporton dhe pikët e ti të para i realizon Tyler Cheese. E përsia më e lartë. Kemi një seri prej 7-0 në këto qaste. Fauli Tyler Cheese-it. Fundori 30 vjeçar Tyler Cheese. Luan me shpinë atje Burns me Hunterin nga një pozitë e vështirë për mrekulli, e ndërprengte agjerim të Sigal Prishtinës për të afruar rezultatin në Basme nënde. Përsia më e lartë e Sigalit ishte ajo pak më heret, prej +6 bëhet gati për të inkuadruar Genzeqiri. Amin Hot, sa bukur faul është ky i Elijah Clarence-it. Për mrekulli atje shfrytëzoi inercionin, lëvizjen mashtruese Amin Hot. Edhe njëherë shikoni e la anash Clarencein, i cili spati zgjidhje tjetër, rrugdalje tjetër, pos ta ndalë në mënyrë të palejuar. E shënon tentimin e tij të parë Amin Hoti. Edhe herën e dytë është i sakt, 5 pikë të Amin Hotit për të rikthyer përsinë maksimale prej +6 për Borën. 5 pikë të Hotit nga 11 të Borës. Hajosaj pick and roll me Kramerin. Edhe njëherë DeAndre Burns shkakton personale. Adrio Belli bëhet gati për të inkuadruar në lojë. Jo fort i disponuar sot për lojë Kelby Kramer. Prishtina deri tash i humbi 4 topa dhe të 4 topat e humbur ishin me Kelby Kramerin, kishin të bënin, pasi që nuk po di, sa bukur, çfarë lëvizje bukur atje mashtruese e Cheese. Lufton atje Jules, nuk realizon. Hajosaj më i larti në kërcim Clarence. E kthen për Adrio Bellin, i cili në kontaktin e tij të parë me top lanson treshën, e qëllon, ndalet në mënyrë të palejuar. Afron rezultatin 8-11. Adrio Belli, lojtari kryesori skuadrës në këto 15 gjiro me mesatare prej 18 pikëve, ja posa u inkuadrua në lojë, i realizoi 4 pikë dhe me njëherë për 10 sekonda lojë u bë koshashënuesi më i mirë i Sigal Prishtinës. Mesatare prej 18 pikëve, 5 kërcimeve, 2 topa të vjedhur. Adrio Belli
Tenton atje Cheese për 3 pikë, por më i larti në kërcim është Bailey. Burns. Pick and roll i shpejt dhe tani me inkuadrimin Adrio Baileyt, me njëherë barazohet rezultati 11-11 për 1 minut lojë, 6 pikë të Adrio Baileyt. Më shumë se gjysmën e pikëve e realizon Bailey dhe do ta rikthen Karshellan Tomasin në lojë. Fauli Dion Hajosajt. Ka Kjusis, po vërtet atje po dëgjohet, nuk mund të referosh këte si faul, po ankohet atje në këte faul të Dion Hajosajt. Isak nga tentimi i tij i parë është Shaquan Julesi. Ka një efikasitet të lartë nga viaxhuajtjeve të lira 80%, por jo sonte. Qëllon vetëm 1 nga 2. Bëhet gati edhe Kakruki Valmieri që të kthehet, i duhen pak muskujt dhe përvoja e Valmierit në lojë. Amin Hot mbetet i vetmuar për 3 pikë. Edhe pse Huq s'ka problem, Ranukaj është në vend. Cheese. Burns dhe Cheese, lufta vazhdon për mrekulli. Asistim nga Cheese për Julesin, i cili e shmonton koshin për 11-14. Edhe 100 sekonda lojë në çerekun e parë. Dukes është në lojë, shkon atje për mrekulli, fluturon në lartësi edhe shmonton koshin Dioni. Dion Hajosaj me aksionin më të bukur deri tash sonte. 13-14, bëhet gati për të inkuadruar në lojë edhe Altin Morina. Burns i vjen topi në dorë, organizon sulmin Hot. Sa bukur atje në thellësi për Adrio Bailey dhe për herë të parë në epërsi pas 7 minutave lojë minimale, 15-14. E patëm pra e përsin maksimale prej 6 pikëve, 11-5 për Borën. E më pasoj një seri prej 10-3 e Prishtinasve, duke i falenderuar inkuadrimit në lojë të Adrio Baileyt. 8 pikë të tij, më shumë se gjysmën e pikëve në çerekun e parë, i cili u karakterizua me shumë pak pikë, dhe shumë huqe dhe topat humbur të dyja skuadrave. Adrio Bailey me Tomasin, lojë 1-1, kalon pranë vis fundore, por nuk kalon hiç, sepse ja të rënzi, terja bën Tomasi. Ishte vetjak atje Adrio Bailey, ishte i vetmuar Dukes në pozitën për 3 pikë. Jules depërton, dalet në mënyrë të paljuar nga Valmir Kakruki. Don Poloshka do të inkuadrohet në lojë në sekondat e fundit. Kërkoj atje kontaktin Cheese. Ishte ky asistimi fantastik e përbiroj atje topin, asistoj për Julesin. E më pas këti aksioni patëm dhe atë fluturimin fenomenal të Dion Hajosajt, i cili e shmontoi koshin. 15-14 mbetet rezultati. Herën e parë i pasakt Jules. 3-1 është nga viaxhuajtjeve të lira deri tash. 4-2 barazon rezultatin 15-15. Dukes shpejt Adrio Bailey do të shkon sigurisht me treshe, apo jo, me Valmir Kakrukin deri në fund. Adrio Bailey, lëvizje bukur, mashtruese i jashtëzakonshëm është Adrio Bailey. 17-15 me inkuadrimin e tij në lojë.
gjithçka ndryshoi. Adrio Bailey i kaloi saktësisht 3 minuta e gjysmë në lojë, dhe këto 3 minuta e gjysmë Bailey i mjaftuan për të realizuar 10 nga 17 pikët e Sigal Prishtinës. Shkoj me një blok marketingu për të rikthyer përsëri në palesën e sporteve në Prishtinë. A e din qa? Kam vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti vu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevoj për këtë punë bank me shku? Ngam ti vu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Kthehemi me pamjen në palesën e sporteve në Prishtinë. Është kjo ajo blokada monstruoze Kelbi Kramerit, mirë po i cili nuk ishte në formë, nuk ishte kërkahish në çerekun e parë. 4 topat e humbur të Sigal Prishtinës, 2 të Burnsit, 1 i Clarensit, 1 vetë Kramer e humbi. Të gjitha kishin të bënin me Kramerin, mirë po me largimin e tij nga loja, me uljen e tij në bankën rezervë dhe inkuadrimin e Adrio Baileyt për 3 minuta e 31 sekonda. Bailey ishte mbret i parketit sonte në çerekun e parë të derbit të Kryeqytetit. Realizoi 10 pikë nga 17 të Sigal Prishtinës, një treshe nga një tetim, posa hyri ishte treshe me faul, 4 pikë të tij. Pas 10 sekondave loj, më pas edhe 3 depërtime, 2 piksha nga 4 tentime, i jashtëzakonshëm Adrio Bailey. Në anën tjetër të Bora, më efikaset janë Jules dhe Amin Hoti nga 5 pikë secili. Hot, aty Don Poloshka me Tomasin mbetën. Luft e Ukajt, Altin Morina, dhe në vend atje me njëherë është Don Poloshka e përcjell me vëmendje se si po rrjedh aksioni dhe ka po shkon topi, i cili përfundon në duart e tij. Faul atje. Këtu i është shënuar numri. Aha, okej, shikojmë semaforin ansor, sepse ky opa, bukur atje. Ukaj reagon, në anën tjetër Qiz realizon dhe rezultatin në 17-17 e barazon. Ky semafori të cilin qendror, të cilin e kemi përballë, nuk po i tregon faullat ashtu si duhet. Parësisht e faulli Amin Hoti dhe duhet t'i përdorim këta ansorët. Adrio Bailey edhe një herë faulohet në tentimin e tij për 3 pikë, si duket e ka zënë njën e këmbës keq. Ka shkelur aty në këmbën e Tomasit. Kjo është edhe mshme, edhe pse nuk po duket se është edhe pëlkim i madh, po që e përzredhi pak, por jo edhe aq tragjike, mund të vazhdoj, është i fuqishëm Adrio Bailey. A 10 pikë të tij thash në çerekun e parë për 3 minuta e 31 sekonda, i hatashëm. Vazhdon në shkëlqimin e tij Adrio Bailey.
Edhe herën e dytë është i sakt, 3-3 nga vija e gjuajtjeve të lira. Është Adrio Bailey 100% efikas, ka një efikasitet prej 65% si vjetë, lojtari i cili ka tentuar më së shumti gjuajtje të lira të Sigal Prishtina. Me këto 3 bëhen rumbullak 100 gjuajtje të lira, pra një shifër 66 herë ka realizu Adrio Bailey. Sonte 4-4 100% i sakt. 20 me 17 është kjo përsia më e lartë e Prishtinasve dhe gabon atje Thomas. E pasoj topin, por Cheese nuk ishte më në atë vend. Është ky topi 5 i humbur i Borës, 5 topa të humbur i ka edhe Sigal Prishtina. Dukes për Poloshkën. Hunter e ndjek në hap. Dukes pick and roll me Valmir Kakrukin, i cili depërton lëvizje bukur mashtruese e Kakrukit, ndërsa Ranukaj shkakton personalen e tij të tretë. Kakruki në periudhën e tij të parë tek Sigal Prishtina kishte pasur, para 3 viteve kishte pasur telashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira në 30%, ndërsa si vjet po e vrejmë që ka punuar shumë edhe ka përmirësuar gjuajtjen e lirë. Si vjet ka një efikasitet prej 62%, herën e parë është i sakt, 21 me 17, 4 pikët e fundit Sigal Prishtina i realizoi nga vija gjuajtjeve të lira. 3 rësht Bailey, të cilin po e shihni atje prapa. Kakruki e huqte dhe mbetet 4 pike përsia më e lartë e Sigal Prishtinës. Poloshka shpran Haterit, Amin Hot, Altin Morina i bën presion, e njeh mirë lojën e Amin Hotit. Morina po luan një icepack, mbrojtje, një lojtar presion. Adrio Bailey shkakton faul edhe me njëherë e pranon shumë fair, shumë korrekt. Adrio Bailey thot po, e faulova, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Shaquan Julesin, alon 201 cm të Borës, i cili ishte lojtari më efikas në atë fitoren e parë dhe historike të Borës, me 6 djetor, 24 pike 5 kërcime i kishte realizuar Shaquan Jules. Sonte realizon të 2 gjuajtjet e lira për të afruar rezultatin në 21 me 19. Betej e madhe taktike, Dukes për Altin Morinën, ja pason shumë keq atje topin ult. Dukes, kjo ndikoj Zoran Karshilani atje reagon, u vendos atje Don Poloshka dhe e priti Shaquan Julesin në faul. 21 me 18 është rezultati. 3 pike përsi. Timeout ka kërkuar Mihailis Kakiusis. Ja po e shihni tentimet për 2-3 dhe gjuajtjet e lira, sa i përket statistikave krahasuese. Kemi dominim të
Borës në kërcime, 14-10, mirë po në asistime, në qarkullimin e topit, shumë e mirë është Bora. E thash edhe në fillim, pikat kyçe në taktikën e Sigalit sonte është që të stabilizojnë organizimin e lojës, të ulin numrin e topave të humbur dhe të bëjnë atë mbrojtjen tranzitore që me të vërtet po e pamundsojnë zhvillimin e shpejtë të kundërsulmeve të Borës, që është karakteristike e Borës, e cila kërkon pikë të shpejta pas kërcimeve në mbrojtje apo topave të humbur të kundërshtarit. Pra, mbrojtja e Sigal Prishtinës, kthimi në mbrojtje i Sigal Prishtinës sonte është më i shpejt. E në anën tjetër, pra, Bora nuk po arrin që të bëj atë presionin të playmakerat edhe të parandaloj qarkullimin e topit tek Adrio Belli. Në anën tjetër në sulm, Borës po i mungojnë ato asistimet dhe ritmi i shpejt dhe shumë i rrezikshëm. Ato situatat në pick and roll, definitivisht edhe mungesa e Adem Mekiqit po e bën të vetëm. E këtë tash është aksioni më i bukur sonte, 23-18, e shmonton e thën koshin krejt Adrio Belli, i jashtëzakonshëm. Kjo ja vlen me u përsërit edhe një 3-4 herë definitivisht. Ja, Adrio Belli atje me rolling, e lën prapa vetës Qiz, dhe fluturon dhe koshin e shmonton Adrio Belli për e përsin më të lartë prej 5 pikëve të tentim, por në anën tjetër përgjigjet Hunter me treshe për të afruar rezultatin në 23-21. 15 pikë të Adrio Bellit për më pak se 7 minuta loj. I jashtëzakonshëm është Adrio Belli. Opa, Altin Morina me këtë pasim jo të menduar mirë, ja po e shohim atje. Jetmir Zeqiri, edhe pse ishte duke u nxjerr sonte, e ka lëndimin. Edhe Adem Mekiqi mungon dy ndërlojtarët kryesor tek Bora, Jetmir Zeqiri dhe Adem Mekiqi. Me lufton atje Adrio Belli, e ka këtë top Dukes për Poloshkon, i cili ja kthen Duksit me njëherë, e kërkon topin, por vonohet në kthim, e thret atje Poloshka, ka krukin pick and roll. Dukes mshefet prapa topit, Adrio Belli nga një distancë e madhe, spati rrugdalje tjetër post të gjuaj. Hunter e kap topin dhe ndalet, por Rez Mehmetin nuk e pa në krahun e majt, ishte i vetmuar. Bukur atje, ajajaj, nuk e pranon topin, megjithatë përmirëson gabimin Jules dhe barazon rezultatin në 23-23. Një mini seri prej 0-5 për barazim rezultati, kur kanë betur edhe 5 minuta e 45 sekonda loj. Adrio Belli ndalet në mënyrë të palejuar. Dhe shënon. Edhe njëherë. Ka të drejtë Besim Braha, që po ankohet. Po, Altin Morina e ka prekur harkun dhe ky kosh duhet të anullohet. Në një moment edhe Zoran Kashqellani, sepse Altin Morina, Adrio Belli shënoi pikët mirë, po Altin Morina u kaca vjerë atje, dhe këto pikë duhet të anullohen. Absolutisht ka të drejtë Braha edhe trajneri Kashqellan që po ankohen. Ja, e shohim atje. Pa kur far nevoja atje.
Nga dhim Shabani, atje po ju spjegam, por ka të drejt edhe Braha dhe Karqellani që po ankohen. Koshi duhet të anullohet dhe të ndygjuajtje të lira. Ndrimi lojtarve, Burns në loj, nga loja Altin Morina. Ishte kjo ngulitja pak më pare Adrio Bellit. Megjithatë pikët pranohen 25-23 në vijën e gjuajtjeve të lira. Adrio Belli, i cili realizon edhe këtë gjuajtje të lirë i jashtëzakonshëm. 18 pikë për 8 minuta loje Adrio Belli sonte po shkëlqen. I pandalshëm është Adrio Belli, ungrit nga banka rezervë dhe për 8 minuta loj e plotësoj mesatarën e tij me cilën po luan si vjetë. Don Poloshka me tentim për 3 pikë, nuk realizon, por s'ka problem sepse Belli është në vend. Me të vërtet krejt po bën, po shënon, po kërcen, po fluturon. Edhe një tentim për 3 pikë, edhe një huqje e Poloshkës. Betët rezultati 26-23. Hunter nuk e bën si duhet Jules blokun, por nuk i duhet Hunterit bloku sepse e dërgon topin të veni dhe e barazon, apo jo, e pas ka shkel vin. 26-25. 2 pikë Belli për Burnsin, mbrojtje zonale. Tashas Djuksit nuk po i shkon. Me treshe po mundon të thyjnë këte mbrojtje zonale. Ka Kruki me Tyler Qizin, lufton atje. Çfarë mbrojtje e mire e Qizit. S'ka arsye që të ankohet atje Ka Kruki fare. Tyler Qiz mbrojtje e mire në anën tjetër. Jules realizon dhe e përsin minimale të borës e rikthen 26-27. Dion Hagjosa i bëhet gati për tu rikthyer në loj. Betejë e madhe, luft e ngusht mes të dy skuadrave të Kryeqytetit. Mbrojtja zonale po jep rezultat. Poloshka tenton dhe edhe një huqe e tij. 3 herë është e huq. Rez Mehmeti për 3 pikë. Drejt dhe në duar të Adrio Bellit. E Poloshka tani thot që të ndalet pak dhe të organizohet sulmi. Burns. Mbrojtja zonale ka Karqellanit në këto qaste po jep rezultat. Belli. Tani edhe Belli huq, më i larti në kërcim atje hot, i mbyll mirë Ka Krukin. Qiz. Majtaku tenton për 3 pikë, nuk shënon, por topi i kthehet në mbyllje e dop, nuk kërcejnë në mbrojtje lojtarët e Prishtinës. Topi vazhdon të Amin Hoti. Qiz përballë ka Krukin, i cili qëndron shumë larg, mirë, por nuk realizon Qiz. Edhe një herë më i larti në kërcim atje Burns, sikurse pak më herët. E shfrytëzon atje inercionin. Tenton, nuk realizon. Tyler Qiz më i larti në kërcim dhe tani kemi hyrë në një periudhë në këto 75 sekondat e fundit kur të dyja skuadrat huqën nga 2 herë edhe hupën nga një top. Alex Hunter për mrekullit e Julesi për 26-28. Një seri prej 5-1 në këto 2 minutat e fundit. Dal nga dal po futemi në 2 minutën e fundit të pjesës së parë. Ka Kruki nuk e pranon topin atje, nuk e kap si duhet. Rez Mehmeti me 3 pikë për 26-31. Dhe gati e përsia më e lartë e borës. E përsin më të lartë e pati në qerekun e parë, 11-5, 6 pikë.
E tani pas kësaj serie, prej 8-1, Ari kthehet në plus prej 5 pikëve te Bora, lojtari kryesor me pik 2 shifrore është Gjulsi. Apo i shofim edhe dominimin tani të Borës në kërcime. Më herët patëm një dominim të Sigal Prishtinës, 14 me 12 në kërcime, dhe nga atëherë i kemi 8 kërcime të Borës dhe asnjë kërcim të Sigal Prishtinës. Në anën tjetër patëm 5 asistime më shumë të Sigal Prishtinës, më falni, 3 asistime më shumë, 7 me 4 ishte në asistime, ndërkohë që po e vrejmë, Bora po e qarkullon topin dukshëm më mirë. Pre ati momenti, 5 herë ka asistu Bora, asnjëherë Sigal Prishtina, janë dalur lojtarët e Prishtinës në organizim të sulmin, ndërsa i kanë humbur 4 topa rresht, dhe kjo po ndikon. 26 me 31, Poloshka, opa e përdor atje këmbën Amin Hoti. 1.45 deri në fund të pjesës së parë, plus 5 për Borën. Burns drejt dhe në duart të Amin Hotit. E në anën tjetër, kundër sulmi shpejt dhe Hunter për 26 me 33 është kjo e përsia më e lartë prej 7 pikëve, seri prej 10-1 e Borës në këto 3 minutat e fundit. me 26, Poloshka për Djuksin, lufton atje për pozit, Amin Hot për mrekulli e mbyll Dion Hajosajn, por s'ka nevoj aty kur e ki në ekip Adrio Bailey. Me të vërtet, i arzakonshëm sonte Adrio Bailey, po të mos ishte Bailey i cili besoni apo jo realizoi pikën e tij të 20 nga 28 pikët e Prishtinës i ka realizu Adrio Bailey. Krize kthen për Gjulsin dhe i tregon atje referi Haxhani se ishte simulim. Dukes për dhe vjen treshja e DeAndre Burnsit për të afruar rezultatin në 31 me 33. Time-out kërkon trajneri Kashqellan. Pas kësaj serie prej 10-1, kur Bora u shkëput në 7 pike përsi, erdhi përgjigja kur krejt skuadra u ndal, erdhi përgjigja nga Adrio Bailey, i cili realizoi pikën e tij të 20, e më pas edhe DeAndre Burns lansoi dhe treshën e qelloi për të afruar rezultatin në 31 me 33. Njëzet pik të Adrio Bailey të adhurues të basketbollit. Në fakt, më falni, DeAndre Burns i ka 5 pik, pra 5 pik dhe 5 kërcime deri tash, po me të vërtet, po të mos ishte Adrio Bailey, vaj halli për Sigal Prishtinën sonte, ja po e shihni për 13 minuta 11 sekonda loj, 20 pik të realizuara nga 31, më falni, të Sigal Prishtinës, i shkëlqyeshëm, i hatashëm. Në anën tjetër, më i miri është Shekuan Gjulsi, i cili po lufton në brendim me vërtet 12 pike, 3 kërcime të tij. 7 pike i ka Alex Hunter. Sekondat e fundit, sulmi i fundit, Jani Smiley
Është inkuadruar në lojë. Shkakton faul Ismaili. Me atë detyrë dhe është inkuadruar në lojë, mos të lë tentimin për 3 pikë dhe depërtimin. Është duke e përcjell në hap atje Tyler Chizin. Hunter. Fauli Halil Djuksit. Ka plotësuar bonusin tani edhe Sigal Prishtina në çerekun e dytë. Pas saj, çdo faul do të jetë gjuajtje lirë, mirë po ka mbetur vetëm edhe 6.7 sekonda deri në fund të pjesës së parë të derbit kryeqytetit me cilin edhe po e hapin gjiron e 16 të këtij edicioni super të nxehtë dhe atraktiv. Sonte, pra gjira e 16 do të vazhdon me ndeshjen e cila do të zhvillohet në pej mes të Go Plus Pes dhe Golden Eagle Yllit, dërsa nesër në program janë 2 ndeshje nga ora 17 vllaznimi Trepça dhe nga ora 19:30 bashkimi Arahoveci. Gjash presje 7 sekonda. Loj. Të shofim atje Amin Hot. Shkojnë me blok për Gjulsin. Edhe 6 sekonda. Amin Hoti kërkon hapësim për të pasu dhe për të gjuajtur Gjuls tenton. Mirë po Kelby Kramer e blokon. Edhe pikët ja pa mundson Adem Mekiqi, atje kapiteni lënduar. Ankohet atje në faul. 31 me 33. Gallnim Shabani. Ja bën me dia Adem Mekiqi që të qetësohet dhe të mos reagoj, për ndryshe do ta dërgoj në zyrtare. 31 me 33. Pra pjesa e parë mbyllet. Dominim në kërcime dhe asistime të Borës, 20 me 17 dhe 10 me 9, po ashtu edhe në topa të vjedhur 6 me 2. Po Prishtina pa mundsoj në blokada 4 me 2, ajo që e karakterizoi lojën e Borës ishte konkretizimi, shfrytëzimi i topave të humbur, realizimi i pikëve nga topat e humbur, sa i përket treshëve, në efikasitet shumë i ullët i të dyja skuadrave. Sigal Prishtina 2 treshe nga 11 tentime, Bora 1 treshe nga 11 tentime, po e shihni edhe statistikat në përgjithësi, ndërsa karakteristik e pjesës së parë pa asnjë dyshim ishte loja e shkëlqyeshme, fantastike, liresh mund të themi kozmike e Adrio Bellit, i cili u ngrit nga banka rezervë dhe për 13 minuta gjysmë realizoi 20 pikë e 6 kërcime, pra 20 nga 31 pikët e Sigal Prishtinës erdhën nga një lojtar, Adrio Belli. Shkojmë me pushim për të rikthyer në pjesën e dytë të derbit të kryeqytetit, me cilin e hapëm gjiron e 16, Sigal Prishtina 31, Bora 33.